Mi mbrëma të gjithëve, ja ku jemi pra në serin e grupit mbështetës për mësuesit dhe sot ne do të flasim për mësuesi më i mirë në botë dhe karakteristikat dhe metodologjia e tij. A ka pasur ndonjë mësues më të mirë në botë? Cili është emri i tij? Cilat janë karakteristikat e tij dhe cila ishte metodologjia e tij? Për emrin do t'ju themi në fund, por ne do ta nisim me karakteristikat dhe metodologjinë e tij. Dhe në është interesante në fakt që ajo çfarë kam zbuluar personalisht është që mësuesi më i mirë në botë kishte 4 karakteristika të karakterit të tij dhe 6 me metodologjitë e tij. Të thjeshta, por shumë të fuqishme në mësimdhënie dhe ka lënë gjurmë në gjithë historinë botërore. Prandaj dhe unë do ta nisem me karakteristikat në fillim, karakteristikat e mësuesit më të mirë në botë. E para është mësuesi me autoritet. Ai mësonte me siguri dhe pa pasiguri. Ai nuk e mbështeste autoritetin e tij në tituj akademik, por në koherencën e mesazhit dhe integritetin e jetës së tij. Ky është një mësim i fuqishëm për çdo mësues. Autoriteti vërtet vjen nga koherenca mes fjalës dhe veprës. Ai nuk ishte i varur nga pushteti politik apo nga tradita, por fliste me një bindje të brendshme. Ky autoritet e bënte mësimin e tij bindës dhe të pakundërshtueshëm. Ai ishte mësues me autoritet, por nuk ishte diktator, nuk ishte autoritar, nuk ishte neglizhues, por ai ishte me autoritet dhe kishte një efekt në mësimdhënien e tij. Autoriteti vërtet nuk vjen pra nga titull, por nga koherenca mes fjalës dhe veprës. Kur mësuesi flet me siguri dhe integritet, nxënësit e ndjekin me respekt. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në mësimdhënie. Mësuesi më i mirë në botë kishte autoritet dhe bënte ndryshimin që nuk ishte as diktator, as autoritar në klasën e tij, në grupin e tij, me nxënësit e tij dhe me ndjekësit e tij. Pra ky mësues kishte plot autoritet dhe ishte bindës në mësimdhënie, ishte bindës dhe me efikatës. Okej, kjo është karakteristika e parë, jo nga rëndësia, por është një nga karakteristikat efektive të mësuesit më të mirë në botë. Karakteristika e dytë ishte ajo që ne kemi folur shumë gjatë gjithë këtyre viteve në grupin mbështetës për mësuesit, të gjithë mësuesit nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, nga Kosova, gjithë shqiptarisë. Kemi folur shumë për dashurinë dhe dëmshurinë si baza e mësimit. Edhe ky mësues më i mirë në botë patjetër që kishte këtë gjë. Ky mësues e shikte çdo nxënës unik. Ai i trajtonte me kujdes, duke u përshtatur me nevojat e tyre. Edukimi nuk është thjesht transmetim informacioni, por kujdes për individin. Edukimi nuk është pra një transmetim informacioni, por është një transformim i jetës së nxënësit nëpërmjet dashurisë dhe dëmshurisë. Dashuria dhe dëmshuria janë vlera universale. Dhe metodologjia e tij tregon se edukimi ka sukses ku bazohet në dashuri dhe dëmshuri, ose si psikologët e thonë një fjalë, në empati. Pra ai nuk i shihte nxënësit si numra, por si individ me nevoja. Dashuria e tij ishte praktike, jo teorike. Mësimi i tij ishte mbështetur mbi kujdesin për gjithë njeriu. Kjo metodologji e bënte çdo fjalë të tij të prekshme dhe të besueshme. Dhe efekti i këtij mësuesit më të mirë në botë, që ai kishte dashuri dhe dëmshuri për nxënësit e tij,
Efekti ishte që kur mësuesi tregon kujdes dhe empati, nxënësit dihen të respektuar dhe të motivuar. Kjo krijon një atmosferë pozitive që nxit bashkëpunimin dhe besimin. Dhe dëmshuria është baza, është misioni i mësuesve. Është një mësues nëse nuk ka dashuri për nxënësit, nuk është mësues, do të thoya unë, po është rrogëtar. Prandaj dhe kjo karakteristikë është shumë e rëndësishme. Dashuria dhe dëmshuria janë bazat e mësimit. Po kjo është karakteristika e dytë, por ka një karakteristikë të tretë të mësuesit më të mirë në botë. Dhe kjo është përgjegjësia dhe butësia. Mësuesi më i mirë në botë nuk është mbi nxënësit, por mësuesi më i mirë në botë ishte shërbëtori i nxënësve. Mësuesi më i mirë në botë ishte i vërtet udhëheqës duke shërbyer. Porësia është një virtyt i rrallë në lider dhe në mësues. Mësuesi më i mirë në botë e modeloi këtë si një mënyrë për të fituar respekt, jo përmes forcës, por përmes shërbimit. Mësuesi më i mirë nuk e impononte mësimin me forcë. Ai ftonte njerëzit me butësi, duke respektuar dhe duke udhëhequr me shembullin e tij. Porësia e tij tregon se mësuesi i vërtet është shërbëtor. Kjo metodologji e bënte mësimin e tij të pranueshëm dhe të dashur. Për shembull, në këtë foton e kemi që të mësosh një që të jetë i përrullur, por jeta është mësuesi më i mirë. Por porësia është shumë rëndësishme. Nëse në klasë, për shembull, në klasë të bën një nxënës të bën një pyetje të vështirë, që ti mund t'i përgjigjesh, por ndihesh që përgjigjja jote nuk është e plotë. Atëherë është më mirë që ti të jesh i përrullur dhe të thuash nuk di mjaftueshëm, por do ta shkruaj pyetjen tënde, do të bëj një kërkim të thellë dhe do të kthehem dhe do të përgjigjem për këtë pyetje kaq të bukur dhe kaq të thellë që meriton një përgjigje të saktë, të plotë dhe të thellë. Dhe një përgjigje të fuqishme. Dhe mësuesi i përrullur mund të bëjë një përgjigje, të japi një përgjigje të tillë. Mësuesi arrogant, krenar, mund të përgjigjet seksisht për pyetjes, por mund ta lejë nxënësin të pakënaqur, të paplotësuar në përgjigjen e pyetjes. Prandaj dhe butësia dhe përrullësia është shumë e rëndësishme, sepse janë të kundërta të krenarisë dhe të dashurisë. Janë të kundërta të krenarisë dhe arrogancës dhe të ashpërsisë. Prandaj butësia dhe përrullësia është një karakteristikë shumë e rëndësishme për mësuesi më të mirë në botë. Dhe mund të jetë një karakteristikë shumë e rëndësishme për ju, që edhe ju mund të jeni mësuesit më të mirë të shkollës suaj, e mësuesit më të mirë të qytetit ku jeni. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo karakteristikë, butësia dhe përrullësia. Gjithashtu karakteristika e katërt është durimi dhe falja. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mësuesi më i mirë në botë tregoi durimin me nxënësit, edhe kur ata nuk e kuptonin. Ai mësonte faljen e pakufizuar. Ky është një mësim për gjithë ne mësuesit, apo jo? Durimi është çelësi i edukimit. Falja dhe durimi janë vlera morale. Ato janë të vlefshme për çdo marrëdhënie njerëzore. Mësuesi më i mirë në botë mësonte përsëri dhe përsëri, duke mos i braktisur kurrë nxënësit e tij. Ai mësonte faljen e pakufizuar, duke i dhënë nxënësve mundësinë të vazhdueshme për të mësuar dhe për të rritur. Kjo metodologji e bënte mësimin e qëndrueshëm dhe të mbushur me shpresë. Dhe kjo karakteristikë kishte efektin që mësuesi që tregon durim dhe falje krijon një mjedis të sigurt
ku nxënësit guxojnë të gabojnë dhe të mësojnë prej gabimeve. Kjo nxit rritjen personale dhe besimin e ndërsjellët. Durimi dhe falja është shumë e rëndësishëm për të gjithë mësuesit. Pa këto cilësi të karakterit, pa durimin dhe faljen, ne nuk mund të jemi mësuesit më të mirë, ne nuk mund të jemi efikacës, ne nuk mund të arrijmë qëllimet tona. Mësuesi ka nevojë që të ketë cilësinë e durimit dhe faljes. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por ne këto janë karakteristikat e mësuesit të bazë, do thoya unë, më të mirë në botë, dhe për të gjithë mësuesit të tjerë, si puna nesh, të gjithë neve që duam të jemi mësues shumë të mirë. Por tani do të shkoj në 6 metodat e tij të këtij mësuesit më të mirë në botë. Ai mësonte përmes shëmbërtyrave dhe fabulave. Mësuesi më i mirë në botë nuk mëson vetëm me fjalë, por me jetë. Po më fali, po mësonte me shëmbërtyrat. Shëmbërtyrat janë një metodë, në fakt janë metodë pedagogjike e shkëlqyer. Mësuesi më i mirë e përdorte historitë e thjeshta, fabula pra, për të shpjeguar ide të thella. Ose përdorte historime nga jeta. Mësuesi mund të mësojnë prej ilustrimeve praktike që e bëjnë mësimin të kuptueshëm dhe të paharrueshëm. Përmes shëmbërtyrave, mësuesi e bën të dukshme të padukshme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shëmbërtyrat janë një pjesë e trashëgimisë kulturore botërore. Ato mund të lexohen si filozofi, morale dhe nxjisë reflektim mbi drejtsinë, dashurinë dhe faljen. Metodologjia e shëmbërtyrave e bën mësimin praktik, të gjallë dhe të paharrueshëm. Dhe këtë efekt ka kjo metodë. Shëmbërtyra me mesazhe të thella ndihmojnë nxënësit të kuptojnë ide komplekse. Mësuesit mund të përdorin ilustrime nga jeta e përditshme për ta bërë mësimin më të qartë dhe të paharrueshëm. Unë, për shembull, e mbaj mend gjithmonë një mësues timin të matematikës, që ai gjithmonë e lidhte matematikën me jetën e përditshme. Dhe unë habitesha gjithmonë, sepse kisha vështirësi për matematikën, dhe habitesh gjithmonë se si e lidhte, sa filozofike, sa e bukur, matematika është kudo. Edhe kjo ishte për mua, më ka ngelur në mendje kjo gjë, dhe e mbaj mend këtë mësues në jetën time, që me këtë metodë që e përdorte ishte fantastike. Po gjithashtu, metoda tjetër e mësuesit më të mirë në botë ishte përmes shembullit personal. Mësuesi pra, ky mësues më i mirë në botë, pra nuk mësonte vetëm me fjalë, por me jetë, me shembull. Ky është një mësim i drejt për gjithë mësuesit, për ne. Mësuesi duhet të jetë shembull. Nxënësit mësojnë më shumë nga sjellja e mësuesit sesa nga ligjëratat. Shembulli i tij është i fuqishëm. Ai jetoi ato që mësoi, një koherencë që e bën të respektueshëm si figurë historike. Dhe përmes shembullit është shumë e rëndësishme. Nëse ne japim shembull, ne të paktën kemi mësuar nxënësit të jenë njerëz, të jenë njerëz me karakter të fuqishëm, me karakter ndikues në brezin e tyre. Ndoshta nuk kanë mësuar shumë lëndën, po të paktën kemi ndikuar si njerëz, të kemi ndikuar në edukimin si njerëz. Dhe ka një efekt shumë të madh kur mësuesi jep mësim përmes shembullit. Nxënësit mësojnë më shumë nga sjellja e mësuesve sesa nga fjalët. Kur mësuesi modelon respekt, përkushtim dhe integritet, klasa frymëzohet ta ndjek. Për shembull, siç këtu në këtë fotografi, kemi pra kur mësuesi jep shembull, fillon të rregullojë ambientet e klasës, edhe nxënësit e ndjekin. Dhe për çfarë të lloj shembulli të vogël, ne si mësues kudo po të mësojmë nëpërmjet shembullit. Ashtu si prindrit mësojnë nëpërmjet shembullit, por ne dimë që mësuesit janë prindrit e dytë, apo jo? Pak a shumë.
dhe kështu mësojnë dhe edhe nxënësit nëpërmjet shembullit. Për shembull, nëse një mësues do që nxënësit vinë orar, mësuesi duhet të mësoj këtë gjë nxënësve duke ardhur në orar, duke qenë i përpikt në orar, dhe kështu mëson nëpërmjet shembullit. Të paktën shumicat e mësuesve shumicën e nxënësve mund të mësojnë prej shembullit, sepse gjithmonë do kemi një e dy rebel, okay? Në për klasa. Por shembulli është shumë i rëndësishëm. Okej, një tjetër metodë ishte shumë rëndësishme mësuesi më i mirë në botë përdorte dialog dhe pyetje. Përdorte pyetje për nxitur mendimin kritik. Ai pyeste për të nxitur nxënësit të reflektonin. Mësuesit më të mësojnë se pyetjet janë më të fuqishme se përgjigjet e gatshme. Pyetjet e tij nuk ishin dogmatike apo filozofike. Ai sfidonte mendimin e zakonshëm dhe nxiste reflektim. Kjo e bën metodën e tij të vlefshme edhe për ata që nuk danin besimin e tij. Ai shpesh përgjigje pyetjeve me pyetje. Kjo ishte një nga metodologjitë e tij më të fuqishme si mësues. Në vend që të jepte përgjigje të drejtpërdrejtë ose të gatshëm, ai kthehej me një pyetje që detyronte dëgjuesin të reflektonte më thellë dhe të nxirrte vetë përfundimin. Po ju thoni, po përse? Përse? Përse të bëjmë pyetje? Pse ti kthejmë pyetjeve përgjigje me pyetje? Sepse kjo nxirr mendimin kritik. Pyetjet e tij i bënin njerëzit të mendonin, jo thjesht të pranonin një përgjigje. Sepse duke bërë pyetje ti zbulon motivet e zemrës. Shpesh pyetjet e tij nxjerrin në të vërtetën, besimin të vërtetë, autenticitetin e nxënësve. Gjithashtu, pse do të bën pyetje? Sepse e bën mësimin personal. Çdo pyetje ishte e drejtuar për individin, duke e bërë të reflektojë mbi jetën e tij. Kjo metodologji e bën dhe mësimin interaktiv dhe personal. Për pyetjet, ju e dini, ke dëgjuar ndoshta, besoj, pyetjet e mbyllura dhe pyetjet e hapura. Pyetjet e mbyllura është ajo që u bëra në fillim. Për bëra në fillim që a ka pasur ndonjë mësues më të mirë në botë gjatë historisë? Kjo është një pyetje e mbyllur që po apo jo. Cili ishte emri i tij? Thuaj emrin. Pa këta janë pyetje të mbyllura. Kurse pyetjet e hapura janë pyetje të hapura, për shembull, që nëse ti do ishe në këpucët, do veshësh këpucët e këtij personi, si do të ndihesh ti në vendin e këtij personi ose ti nxënësi? Pra këtu është një pyetje hapur për të reflektim, për kritik, për kuptuar ndjenjën e për kuptuar situatën. Pra pyetjet e hapura janë ato që të mendojnë, të reflektosh, të mendosh, të kuptosh ndjenjat, të analizosh ndjenjat e gjithçka. Dhe këto janë shumë të rëndësishme që ne duhet të mësojmë, pra që si të bëjmë pyetje. Se pyetjet janë shumë të rëndësishme dhe ne e dimë shumë mirë që me këto ne mësojmë më shumë, sepse me pyetje ti zbulon. Dhe nëse nxënësi e zbulon vetë atë që ti dëshiron ta mësonte, ai ose ajo nxënësi do ta mbajë mend. Prandaj dhe pyetjet janë shumë të rëndësishme. Nëse nxënësit bëjnë pyetje, edhe ju kthiheni me pyetje. Me pyetje në shumicën e rasteve, okay? Nëse ka pyetje ndërlikuara komplekse, gjithçka e tjera në situata ndryshme, atëherë po mund të japësh përgjigje. Por me pyetje për të nxitur, për të mësuar nxënësit se si të analizojnë, se si të mendojnë, se si të kenë një mendim kritik, që ata të mësojnë se si të bëjnë një kërkim, se si të kërkojnë të vërtetën, se si të kërkojnë kuptimin. Prandaj është shumë rëndësishme. Mua më pëlqen shumë kjo, me thënë, megjithëse ju po e kuptoni edhe tani se unë po e zjas këtë pikë, po është shumë vërtet. Pyetjet mund përgjigje me pyetje, dhe sa më shumë pyetje të hapura, sepse për shembull nuk do bëjmë pyetje që a e mbani mend përmendësh këtë gjë, dhe a mban mend këtë strofë përmend. Kjo është shumë e mirë, nuk kam kundër të mësuar përmendësh, jam pro, por është shumë bazike. E mëson sot për sot dhe pas disa javësh e ka harruar shumicën që ka mësuar përmendësh.
Prandaj, kur të zbulon vetë me anë të pyetjeve, ajo ngelet, instalohet në mendjen, në zemrën e nxënësit. Prandaj pyetjet janë shumë të rëndësishme. Dialogu ndërmjet mësuesit dhe nxënësve është fantastike, është shumë e rëndësishme. Mësuesi më i mirë në botë e praktikonte këtë gjë dhe e bënte këtë gjë. Dhe kjo ishte pjesë e metodologjive të tij shumë planshme, të shumë anshme, të shumë llojshme, për nxënës të ndryshme, në situata të ndryshme, për njerëz të ndryshëm. Prandaj ne ashtu si kemi klasa të ndryshme me nxënës të ndryshëm, me nxënësve, unë e di që shumë mësues dëshirojnë që të kenë nxënës më të mirët, nxënës e 9-s dhe të 10-s, po ne nuk i kemi klasat kështu apo jo. Kemi nxënës të të gjitha llojeve, edhe të 4-s, 5-s, edhe të 7-s, 8-s, edhe 9-s dhe 10-s. Kemi edhe ata që duan të kalojnë, kemi edhe ata që duan të shkëlqejnë. Kemi ata që janë mesatar. Dhe për këtë ne duhet të nxisim pra me pyetje. Po gjithashtu të bëjmë edhe gjë tjetër. Ka një metodë tjetër që mësuesi më i mirë në botë e bënte. Këtu ishte fokus të individit. Mësuesi më i mirë në botë i kushtonte kohë individëve sepse kujdesi personal është thelbësor në edukim. Kjo tregon se ai nuk ishte thjesht një lider turmash apo masash, por një njeri që e vlerësonte dialogun personal. Ky është një model humanist i edukimit. Mësuesi nuk e kufizonte mësimin vetëm për klasën. Ai i kushtonte kohë individëve, duke u marrë me pyetjet dhe nevojat e tyre. Metodologjia e tij ishte personalizimi i mësimit, duke bërë që çdo nxënës të ndihej i rëndësishëm. Dhe fokusi i individit tek individi është shumë i rëndësishëm, se ka një efekt shumë të madh në mësimdhënie, ku mësuesi kushton vëmendje se cilin nxënës ata ndihen të vlerësuar. Kjo rrit motivimin, besimin dhe përfshirjen në procesin e të nxënit. Prandaj shumë është e rëndësishme kjo fokusi. Unë e di që është shumë e vështirë sepse në klasat tona disa mësuar kanë 40 nxënës, 45, disa kanë pasur 50, disa kanë 30, disa kanë 25. Këtë mund ta bëjmë më mirë sa më pak të kemi në klasat tona, aq më shumë kohë mund t'i japim fokus çdo nxënësi. Por le të bëjmë më të mirën në klasat tona duke dhënë fokusin pra edhe nxënës individ dhe individët që kanë nevojë më shumë. Pra kjo është një metodë tjetër që mësuesi më i mirë në botë e përdori këtë gjë, e praktikoi këtë gjë. Tani tjetra për këtë metodë është pra përdorimi i jetës së përditshme. Mësuesi më i mirë në botë përdorte elemente e thjeshta të jetës për të mësuar. Përdorte ilustrime të ndryshme nga jeta. Ai dinte shumë mirë se lidhja e teorisë me praktikën e bën mësimin të kuptueshëm. Kjo metodë është universale. Ajo tregon se edukimi është më i fuqishëm kur lidhet me realitetin e përditshëm. Kjo metodologji e bën mësimin të kuptueshëm dhe të lidhur me realitetin e tyre. Nxënësit nuk mësonin vetëm teori, por shiknin jetën e tyre të përditshme si ilustrim të së vërtetës. Shumë nxënës ne na pyesin dhe na thonë që po pse duhet ta mësoj këtë lëng? Po ç'më duhet mua kjo gjë në jetë? Po për çfarë ta mësoj këtë lëng? Dhe nuk ka asnjë interes. Ne ndim që një nxënës që nuk ka interes është nxënësi më i vështirë për ta edukuar, për t'i dhënë mësim. Dhe prandaj duhet ta lidhim të jemi me jetën e përditshme, për t'i dhënë kuptim të tyre nxënësve që ndoshta mendojnë në mendjen e zemrës tyre, po pse duhet, ç'më duhet më kjo lëng? Atëherë ne do të po e lidhim me jetën e përditshme. Atëherë nxënësi, që nga interesante, se dija unë që kjo lënd ka shumë nevojë për mua, më ndihmon në jetën time praktike. Dhe prandaj kjo është shumë e rëndësishme. Që le të përdorim ilustrime
nga demonstrime dhe ilustrime nga jeta e përditshme. Sepse kur nxënësit e shikojnë, pra që kanë atë janë nxënës vizual, ku e prekin, ku e shikojnë, mund të bëjmë me foto, me demonstrime, me eksperimente, jeni krijues, okay? Mund të shoni shembull të ndryshëm nga jeta e përditshme, përdorni çdo element. Po kjo është një metodë shumë interesante dhe shumë e bukur. Dhe pastaj metoda tjetër e fundit, pra është metoda e tregimit të historive. Edhe kjo është fantastike, të thoja. Mësuesi më i mirë në botë ishte mjeshtër i tregimit të historive. Historitë e tij kishin personazhe të thjeshta, situata të përditshme dhe mësime të thella. Mësuesit mund të mësojnë se tregimi është një mjet i fuqishëm pedagogjik. Ato mund të lexohen si filozofi morale, që nxjisi reflektim mbi dashurinë dhe drejtësinë dhe faljen, mbi vlerat pozitive. Mësuesi më i mirë në botë përdorte rrëfime të gjalla për të mësuar të vërtetat të thella. Historitë e tij kishin pra, siç thash, personazhe, po edhe konflikt, edhe zgjidhje, element që i bënin të paharrueshme për të gjithë. Përmes tregimeve, mësuesi më i mirë në botë prekte zemrat dhe mendjet, duke bërë njerëzit të shihnin veten në histori. Kjo metodologji e bënte mësimin emocional, praktik dhe transformues. Dhe mbi të gjitha, mua më pëlqen shumë kjo metodë, siç që ajo pyetjeve edhe historive, sepse historitë mbajnë mend. Me historitë ti e kap dhe mëson. Efekti është pra, siç e kemi edhe këtu, efekti është historitë e gjalla e bën mësimin emocional dhe të paharrueshëm. Mësuesi mund të përdorin rrëfime për të lidhur nxënësit me temën dhe për të krijuar lidhje të forta me përbajtjen. Kjo është shumë e rëndësishme. Të tregojmë historitë të bukura, të shkurtra, të thella, nxitse, reflektuese, frymëzuese, edukuese. Dhe ato do mbajnë mend historitë. Dhe historitë të tilla do mbajnë mend dhe do kemi dhënë mësime të vlefshme për gjithë jetën. Për gjithë jetën. Dhe prandaj këto tregime historive janë të fantastike, sepse i bën që nxënësit ta mbajnë mend, i bën që nxënësit ta praktikojnë, të përvetsojnë, i bën që nxënësit ta përdorin në jetën e tyre, të tregojnë historitë e tyre. Prandaj të kemi histori të bukura. Ka shumë libra që tregojnë histori. Ka shumë libra që tregojnë histori, që tregojnë shembuj të ndryshme. Dhe shembuj të mrekullueshme që tregojnë pra për histori të ndryshme gjatë letërsisë, historisë botërore, letërsi të ndryshme, etj. Me radhë. Jeni krijues, gjeni histori nga jeta, histori botërore, i shembuj, etj. Me radhë. Po tregoni histori, dhe në këtë 5 minutë që ku tregoni histori, gjeni si 5 minutë çlodhje. Për çlodhje nxënësit, çfarë do lloj mësuesi që ju jeni, çfarë do lloj lëndë që ju jepni, nuk ka rëndësi. Tregoni histori, edhe mësuesit të matematikës mund tregojnë histori për që e lidhin me matematikën, diçka, edhe që ta bëjnë një çlodhje, një 5 minutë çlodhje, pastaj hajde burra të futemi edhe më thellë për ta kuptuar këtë teorem etj. Me radhë. Prandaj jeni krijues dhe përdorni këtë metodë. Është fantastike, të thoja, edhe kjo metoda. Pra, si përmbledhje për që ne mund të bëjmë që pra folëm pra që 4 karakteristikat e mësuesit më të mirë të botë ishin pra mësues me autoritet, mësuesi kishte dashuri dhe dëmshuri, mësuesi kishte butësi dhe përgjegjësi, dhe kishte durim dhe falje. Dhe 6 metodat e mësuesit. Mësuesi më të mirë në botë ishin përdorte shëmbëtyra, shembulli personal, pyetje dhe dialog, fokus tek individët, përdorimi i jetës të përditshme dhe tregimi i historive. Po ju dosha po bëni pyetjen në veten tuaj. A ka qenë me të vërtetë ndonjë mësues i tillë në histori botërore? A ka një mësues që ka patur të gjitha këto karakteristika dhe i përdorte të gjitha këto metodologji? Po,
Tani në fund, unë do të them pra emrin e këtij mësuesi. Unë jam munduar që këtë seminar sot, të prezantim sot, ta bëjna këndvështrimi i mësuesve, këndvështrimi ateist dhe këndvështrimi i besimtarëve. Ky mësues që unë prezantova sot, që është më i miri në botë, është Jezus Krishti. Jezusi është modeli i pedagogjisë së gjallë. Ai mësonte me dashuri, shembull, pyetje dhe histori. Për ateistët është figura historike dhe filozofike që ka dhënë mësime universale mbi morali, humanizmin dhe edukimin. Por metodologjia e tij është një thesar për të gjithë. Pyetje që nxisin mendim, histori që prekin zemrën, shembull që frymëzon për jetën. Pra, Jezus Krishti ishte mësuesi me autoritet. Dhe nuk këtu keni dhe vargjet që janë në shkrimin e shenjta. Jezus Krishti ishte mësues që kishte dashuri dhe dëmshuri. Ai pra kur shikonte turmat, ai kishte dëmshuri për të. Dhe këto faktojnë shkrimet e shenjta. Jezu Krishti kishte dhe gjithashtu butësi dhe përurësi. Ai ishte mësuesi që mësonte me përurësi dhe me butësi. Nuk ishte autoritar, diktator, arrogant, i ashpër, imponues. Pa ai ishte mësonte me butësi, me përurësi dhe shërbente. Mësonte duke shërbyer. Gjithashtu, Jezu Krishti kishte durim dhe falje. Ata e pyetën sa duhet falem? 7 herë? Dhe ai tha jo, 7 herë, 70 herë 7. Duhet të falem me durim dhe me falje. Por ai kishte gjithashtu dhe gjitha këto karakteristika. Ai përdorte shëmbëltyrat. Ai jepte shembullin personal. Ai jepte gjithashtu bënte pyetje dhe dialoge. Shumë pyetje, mbi 300 e ca pyetje ju bën rreth atij. Dhe ai i përgjigjet gjitha pyetjet me pyetje. Vetëm 3 pyetje ai u përgjigj pa pyetje. Të shumica e pyetjeve përgjigj me pyetje. Dhe ai ishte pra për dialog dhe për pyetje. Gjithashtu karakteristika tjera ishte fokusohet te individët. Ke shumë shkonte dhe bënte dialogje tek për tek me individët dhe kujdeseshe duke mësuar ata. Gjithashtu ai përdorte jetën e përditshme, duke marrë shembuj nga Zojs, nga bujësia, nga buj, nga bariu e tjera, për ta bërë e më të kuptueshme mesazhet e tij. Dhe gjithashtu ishte mjeshtër i tregimit të historive, që ngelen dhe sot e kësaj dite, ngelen në mendjen dhe në mbar historisë botërore, e në të gjithë historinë botërore. Pra Jezu Krishti ishte mësues, një model i pedagogjisë së gjallë. Ne kemi folur gjatë gjithë tyre 3 viteve. Kemi folur për mësues, për Komenskin, për Ushimskin, për Pestalozin, për Piragovin, për Leo Tolstoin, kemi folur për Didertovin, kemi folur për shumë për Ellen Whitein, edhe për shumë mësues pedagog gjatë gjithë historisë. Kemi folur për Sokratin, për Ciceronin, për të gjitha këto përfshirë ka bërë në një element ka mësuar tek Jezu Krishti. Dhe ky është mësuesi më i mirë në botë për mua. Dhe unë jam menduar që këtë prezantim ta bëj për mësuesin, për ateistët dhe për besimtarët. Dhe ky është fakti për këtë gjë. Po metodologjia e tij është një thesar. Është për të gjithë. Metodologjia e tij është për të gjithë. Pyetje që nxisin mendim, histori që prekin zemra, shembull që frymëzon jetën, dashuria e vërtetë dhe përurësia e vërtetë. Nëse një mësues ka këto karakteristika, bën këto metodologji, është një mësues efikatës, një mësues që ndikon, një mësues që do lëjë gjurmë në jetën e nxënësve. Dhe unë ju thërras të gjithë dhe ju si mësues, që të frymëzoheni, të inkurajoheni, të edukoheni, të praktikoni të gjitha këto cilësi në jetën tuaj profesionale, në gjithashtu dhe në jetën tuaj personale, pse jo. Dhe Zoti ju bekoft në të gjithë gjërat.